Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka nisur sot gjyqi në themel ndaj ish-presidentit dhe ish-kryeministrit Ilir Meta. Por, ndërsa vëmendja mediatike ishte e fokusuar te fillimi i këtij procesi të rëndësishëm, ajo që ka shokuar opinionin publik ka qenë pamja e tij vizuale. Ilir Meta u paraqit në sallën e gjyqit duke bërë simbolin e shqiponjës me duar dhe duke përshëndetur simpatizanët, siç dëshmohet nga imazhet e siguruara. Megjithatë, ajo që ra më njëherë në sy ishte një ndryshim drastik dhe tronditës në fizikun e tij. Tiparet e tij të fytyrës janë dobësuar tej mase dhe asgjë nuk të kujton me portretin zyrtar të ish-presidentit të fortë që jemi mësuar të shohim. Kjo pamje e dobët dhe e vuajtur i ka habitur të gjithë dhe ka nënvizuar ndryshimin drastik që ka besuar Meta. Gjatë seancës, Meta ka kërkuar që seanca gjyqësore ndaj tij të transmetohen drejt për drejt për mediat, një kërkesë për të cilën gjykata pritet të shprehet në vijim. Kujtojmë se Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit 2024, pas një rrugtimi të gjatë hetimesh nga SPAK, dhe është marrë i pandehur për akuzat të rënda, përfshirë korrupsionin, pastrimin e parave dhe fshehjen e pasurisë. Hetimet pretendojnë se Meta dhe bashkëpundehurit e tjerë kanë përdorur skema korruptive dhe ndikim politik për përfitimet e palishme. Meta dhe bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, kanë kërkuar më herët pushimin e çështjes ose kthimin për hetime të mëtejshme, ndërsa procesi vijon në GKKO. Po juve çfarë mendimi keni për gjithë këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.